në momentin e pikrishëm, në këtë rast para mundësisë për shkuar në zgjedhje, nëse nuk do të ketë prani dhe në një lloj mënyrë konsulencë dhe konsensualitet, para zgjedhësve të tyre, çka presin? Zero presin ata shpresë. Asnjë rezultat nuk mund të sigurt është, sepse bazuar në sjelljen e tyre vitin e kaluar, më herët, edhe prej 2014 më vonë, krizat që kemi pasur ne, nuk është hera parë, po kjo ishte kulmi i krizave, i paralizave politike, e din që njëjti rezultat me një proces zgjedhor, ndërka Çançtani ka thënë ai cili përpiqet ta zgjidhë një problem me metodat e njëjta të veprimit për të pritur rezultatin e njëjtë, ajo se s'është normal, në rregull, po flas për individin, tash jo për partitë politike, po kjo vlen edhe për ata, për ne edhe për mua dhe për ju, për këndo qoftë person fizik ose juridik, politik, në korpusin politik, nuk mund të pret ma mirë një rezultat tjetër kur me metodat e çka shkon zgjedhje, përsëri sjellja e njëjtë është kur vjen puna të zgjedhja presidentit është bariera kryesore dhe ne kemi themrën e akilit aty, siç po e kemi tani, do ta kemi edhe më vonë. Madje rezultatet do të jenë jashtëzakonisht sfiduese dhe dëshpëruese për fituesin e zgjedhjeve, kësaj radhe, jam i bindur. Dëshpëruese. Edhe për të tjerët edhe më dëshpëruese. Prandaj, çfarë është kjo metodë politike e veprimit me këta udhëheqës që kemi ne, madje edhe me deputetët, sepse përsëri deputetët, përkundër faktit që i fali kësaj radhe votuesi ju dha besimin pothuajse të njëjtëve me pak dallime 17-20, ata përsëri po me metodat e njëjta të veprimit po sillen duke bllokuar, duke mos e ushtruar funksionin e tyre të deputetit në dobi të betimit